Në dita jo nuk i kemi të kushtuar, kemi me shumicë dhe i kemi të saktë ashtu siç na duhen për të folur dhe për diskutuar më gjatë, siç tematika e sotme këmba e shesh, shqetësimi, si na vjen, se ndoshta ndonjëherë edhe se kuptojmë, po nga ana tjetër si mund të mbrojmë. Për të kuptuar të gjitha këto, kemi kënaqësinë të kemi në një lidhje direkte fizioterapisten Paula Gjoshi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Paula. Tani secili prej nesh, ndoshta në një moment të caktuar fillon mendon për shëndetin e vet dhe kujtohet dhe këmba e shesht si problematik. Si fillim për ta kuptuar të gjithë, çfarë është si shqetësim? Si fillim doja t'ju përshëndesja edhe një herë në studio, por edhe Borën, ndoshta nga që na shikon. E sigurt që edhe Bora po të përshëndesësh gjithkohës duke na ndjekur. Turoj dhe ty suksese, Adelina, në këtë rrugtim të ri. Faleminderit shumë. Për pjesën e këmbës së shesh, shkojmë tek tema jonë. Këmba e shesh është një problematikë që haset në shumicën e njerëzve, por e them të drejtën, ne lindim me këmbën e shesh. Që në moshën 3 vjeç, fëmijët kanë këmbën e shesh, pra diçka fiziologjike e tillë. Por në lidhje me rritjen tonë gjatë adoleshencës dhe adultërisë, për shkak të posturës, ndryshon harku i këmbës dhe duke qenë se ky hark mungon më, gjithë roli i harkut të këmbës ose i këmbës është më i ulët. Do të thotë që ne këmbët tona nuk janë të aftë të mbajnë peshën e trupit siç duhet dhe amortizimin e forcave gjatë lëvizjes. Dhe kjo mund manifestojë në dhimbje, që është në dhimbjen e thembërës, zakonisht vjen te dhimbja e thembërës dhe te dhimbja e shputës së këmbës në pjesën e poshtme. Pastaj në raste ku agravohet më shumë, mund të kalojë te dhimbja e pulpës, gjunjt, ijet dhe dhimbjet e shpinës apo dhimbjet e mesit. Pra, këmba e shesht nuk është vetëm aty dhimbja tek këmba, por mund të manifestohet dhe në dhimbje më të mëdha, që mund të shkojë tek pjesa e mesit. Mund të jetë më e përhapur, pra, po unë do doja të ndalesha pikërisht tek ajo që ti edhe e nise, pra që është e lindur edhe dallohet në moshën 3 vjeçare, the, në mos gabojmë, apo jo? Jo, gjithë bebet lindin me këmbën e shesh, krijohet në moshën 3 vjeçare, 3-4 vjeçare krijohet harku i këmbës. Okej, po në moshën 3 vjeçare, nëse nuk është krijuar harku i këmbës, atëherë ne mund të fillojmë ta dallojmë, pra duhet t'i japim një zgjidhje menjëherë në moshën 3 vjeçare? Aty duhet të fillojë momenti që ne duhet të ndërgjegjësohemi, pra? Po, moshën 3-4 vjeçare mund të ndodhi që nëse harku i këmbës nuk është formuar, atëherë mund të ketë një problematik. Për shembull, janë disa probleme serioze, neurologjike ose sëmundje që ka fëmia dhe normalisht do ketë harkun e këmbës. Por në momentin që ne fëmijën nuk e kemi stimuluar deri në atë moshë, prandaj është shumë e rëndësishme që fëmia të stimulohet dhe të krijohet vetvetiu dhe fiziologjikisht ai harku i këmbës. Në momentin që mungon ky harku i këmbës dhe në këtë moshë, do të thotë që fëmia është shumë i flashkët, shumë i dobët dhe jo aktiv, që duhet të jetë një fëmijë normal, dhe prandaj sugjerohet pjesa e fizioterapisë ose më saktë konsulta ortopedi dhe pjesa e fizioterapistit në mënyrë që të vlerësojnë harkun e këmbës dhe për të bërë ndërhyjet e caktuara, sepse në atë moshë mund të jenë më të efektive pjesët e ndërhyrjeve. Po çfarë mund të bëj konkretisht një prind që mos ketë problematika dhe ndoshta nevojën e menjëhershme për të shkuar te fizioterapisti? Pra pas moshës 3 vjeçare që është ajo nevoja për të krijuar harku, cilat janë ato hapat që mund të bëjë një prind? Për të krijuar harkun, po pyet. Lërni fëmijën të jetë sa më aktiv, të eci zbathur, pa çorape, sidomos në shtëpi, lërni sa më shumë në kontakt me barin e njom ose me rërën, dheun, çdo gjë të pjesës së mjedisit të jashtëm, balta, çfarë do lloj qoftë, sepse në shputët e këmbës tonë janë mijëra mijëra receptor që japin informacion trurit në momentin kur ne shkelim diçka ku jemi. Dhe në këtë stad është shumë e rëndësishëm vendodhja jonë në këto habitate për të krijuar sa më shumë informacion dhe për të krijuar patjetër një bazë të stabilitet të madh të këmbës dhe të harqeve. E qartë, pra edhe pjesa se i bie që pjesa më e madhe e prindërve gabojnë në mënyrën se si veprojnë me fëmijët e tyre nga tentativa për t'i mbrojtur që ato mos të bëjnë pis, nga tentativa për t'i mbrojtur që ato mos të ftohen, etj, pra i bie që çdo rregull konvencional të paktën siç jemi mësuar të funksionojmë, i bie të bjerë poshtë këtu kur thua lëre pa çorape, lëre në balt.
Po, është mit. Janë mite që dhe prindërit e mi kanë bërë me mua, por studime dhe shkenca e volon, dhe kjo ka qenë dhe më përpara, por thjesht pjesa e informacionit ka qenë më i pakët. Duhet që dhe të rriturit të ecin zbathur në shtëpi, jo vetëm fëmijët. Përmenda fëmijët sepse harku i këmbës në atë stad ka më shumë efektshmëri për të rritë ose për të rimarrë veten, por dhe adultët ka më shumë stabilitet, do ndihen shumë më mirë nëse ushtrohen në palestër zbathur ose me çorape ose në shtëpi ecnin zbathur sepse do ju ndihmojë akoma shumë herë më mirë. Kur është momenti, Paula, kur është momenti tek i cili ne mund ta kemi neglizhuar më shumë se ç'duhet, pra që dëmi mund të jetë i madh edhe mbase i pakthyeshëm, apo në të gjitha rastet është i kthyeshëm si dëm? Tek adultët është pak vështirë që të rikthejmë pjesën e harkut, mundet përmirësohet, por tek fëmijët në mosha të caktuar mund të ndërhyjmë edhe mund të ketë më shumë efektshmëri sepse mund të ndërhyjmë me plantaret që janë të personalizuara, ka dhe kompetentë të caktuar që mund të flasin në lidhje me këtë tematikë. Dhe pjesa e fizioterapisë, ushtrimet që mund të ndihmojnë specifikisht në krimin e harkut dhe këmbës. Tek adultët, ajo çfarë është sinjal alarmi që po agravon akoma më shumë është që pengon lëvizshmërinë, pra nuk ecën dot më si më përpara.